Mirëdita të gjithëve, mirë se keni ardhur. I nderuar kryetari i Akademisë Shkencave, akademik Skënder Gjinushi. Të nderuar miq të tuar nga Kosova, akademik Ali Aliu dhe Eqrem Basha. Të nderuar akademik, të dashur familjar Gjevahir Spahut, i dashur Gjevahir. Akademia e Shkencave, seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike, ka nderin dhe kënaqësinë që të organizojë këtë tubim festiv me rastin e ditëlindjes tuaj të 80. Në emrin e kryesisë së Akademisë Shkencave, kam nderin që të lexoj përshëndetjen e formuluar për të dhjetorin e akademik Spahut. Me datën 1 mars, kemi uruar jetë të gjatë në të dhjetorin e dinjes. Kemi nderin dhe kënaqësinë që sot, në këtë ceremoni jubilare, të evidentojmë cilësitë dhe vlerat më të shpikatëra njerëzore të tua si poet dhe akademik, që përbën një aset veçantë për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Antarësia juaj tani më afat gjatë në Asamblenë e Akademisë Shkencave, përbën krenari dhe nder për gjithë kolegët. Prej shumë kohësh, Gjevahiri është shquar vazhdimisht dhe në mënyrë konstante për angazhimet e tij të qëndrueshme dhe aktive në të mirë të nxitjes së progresit në kërkimin shkencor dhe krijimtarinë letrare e artistike. Ai është dalluar gjithashtu për qëndrimin vazhdimisht palkundur në të mirë të realizimit të reformës së Akademisë Shkencave, që nga fillimet e saj deri në fazën e sotme të avancuar të saj. Duke u mbështetur në vetit e shumë anshme të personalitetit të tij njerëzor dhe krijues dhe në natyrën e tij fisnike si njeri, akademik ku i nderuar Ali Aliu e ka përfizuar kështu Gjevahirin. Thjeshtësisht i përzemërt, të hapur dhe të dashur, dhe që është i gjithë frym e zë i gjallë i trashëgimisë njerëzore. Por ky vit, përveç datëlindjes jubilare, shënon një gjysmë shekullit krijimtarisë letrare e poetike, dhe për dekadash kjo krijimtari ka fituar dashurinë e lexuesit, është shkruar në kujtesën e tij, duke nxitur estetët të shprehen me ndërim të lartë për fjalën poetike dhe personalitetin e tij të sprovuar si përfaqësues i poezisë shqiptare. Duke u nisur nga Malindi, i tij i vogël, sa një pikë gjaku, siç e cilëson ai vetë, Gjevahiri krijoi një individualitet emblematik, duke shkruar për kompleksitetin e historisë shqiptare, të kulturës dhe identitetit të saj, me rrajt nga lashtësia e deri në aktualitetin e trazuar, gjithmonë duke ju referuar temës së lirisë dhe përpjekjes për të mbrojtur njerëzoren dhe të bukurën. Zëri i tij poetik metet një dëshmi e fuqisë krijuese, që beson tek fuqia e fjalës, beson në shpirtin e një kombi, por edhe tek ajo që e bashkon këtë komb me universalin e njerëzimit. Për te i talentit letrar, poezia e tij luajti një rol jetësor në formësimin e letërsisë moderne shqipe, duke i dhënë gjithashtu zë e ftyrë një brezi të tërë poetik pas viteve 70 të shekullit që lan pas. Gjevahiri u bëj mirënjohur për imazhet poetike mbreslënse, për kritikën e mprejtës sociale dhe rezonancën e thellë të lirikave, të cilat shkëlqejnë edhe sot. Kritikët letrar kanë theksuar se elementi që poezia e Gjevahirit Spahut mbart dhe trashëgon është përfshirja e vetes në ngjarjet e atdhët të tij. Do ta sintetizoja këtë angazhim të spikatur qytetar me vargjet e tij lapidare: unë dal në rrugë me tufa mimozash, në duar, ti me shkopi dhe pluma. Kjo krijimtari e rendit ndër poetët më të shquar shqiptar. Emri i Gjevahir Spahut u skalit në kujtesën e lexuesit përmes vargjeve të poezisë fjala, kushtuar lirisë penguar, dëshirës për të shprehur dhe zhgënjimit nga shpërdorimi i lirisë. Një nga kulmet e autorit shënon poezia Borxhet e mia,
kundërgjegja ndjenja e përgjegjësisë dhe e fajit si trashëgimi tingëllon si një porosi largpamëse. Për ne lexuesit dashamirës, kjo krimtari poetike është dhe do të jetë poezia ndryshe e Xhavahir Spahiut, e veçantë, jo konformiste, në çdo rrethon dhe në çdo sistem. Ndaj ky poet mbetet një nga zërat më të dashur e më të rëndësishëm të Shqipërisë. Dhe rezonanca e veprës së tij nuk ndalet këtu, pasi vepra poetike e Xhavahir Spahiut është përkthyer në shumë gjuhë, duke e bërë atë gjithmonë më të njohur dhe një emër domethënës në hartën poetike të kontinentit evropian dhe më gjerë. Për gjitha këto vlera krijuese njerëzore jemi mbledhur sot këtu në sallën Alex Buda të Akademisë Shkencave për t'i uruar përzemërsisht gëzuar 80 vjetorin mjeshtër i mendimit dhe fjalëve Xhavahir Spahiu. Urimet më të mira, shekullosh i lumtur dhe sa më gjatë. Në emrin e kryesisë së Akademisë Shkencave, një buqet lule urimi për 80 vjetorin e Xhavahir Spahiu. Në emrin e të ftuarve që kanë ardhur nga Kosova, miq, kolegë dhe të dashur të Akademik Spahiut, do të përshëndes Akademik Ali Aliu. Nderuar kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, Akademik Skënder Gjushi, i nderuar Xhevo i dashur, të nderuar të pranishëm. Në emër të kryesisë dhe Akademisë Shkencave dhe Arteve të Prishtinës, sjell përzemërsisht urimet për Xhevahirin që të arrijmë edhe për vjetorin e 90, që unë e pata para një viti, edhe që ky 80 vjetor më duket sa i moshës së re, kështu t'ja urojmë Xhevahirit edhe në 100 vjetorin edhe më tej. Xhevahirin e kemi njohur në Prishtinë, unë, kolegët e mi, brezi im edhe më të ri, pa e njohur ende personalisht. Ja kemi njohur poezinë e tij. Edhe më kujtohet që një nga ato poezit ka qenë aq e pranishme në Prishtinë, Syzat e Miqos, sa ne shpesh merreshim vesh me njëri tjetrin si heq syzat ky Miqua, ose Miqua me syzat e Xhevahirit. Ishte një personazh me cilin ne komunikonim dhe bënim diferencime mes tonë. Po me që dola këtu, kam nder dhe kënaqësi, t'i uroj jetë të gjatë Xhevahirit, të them 1-2 minuta disa përjetime të përbashkëta. Me Xhevahirin kemi qenë në udhëtime gjata bashkë, me ditë, me javë, ka qenë shpesh në atë kullën time në Preshpë, në rreth të Pelisterit. Kemi bredhur në për Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni dhe për jashtë bashkë, dhe kemi përjetuar çaste të ndryshme. Unë do të veçoj 2 tiparet të Xhevahirit. Xhevahiri është poet, 24 gram. Është poet 24 orë. Kudo është poet. Në shtëpi poet, në kafe poet, në manifestime të tilla poet, në rrugë poet. Ka një ndjesi të madhe për gjuhë. Në këtë pikë qëndron
mbi të gjithë poetët, do thosha. Ai fjalën e konsideron si diçka të gjallë, të shejtë, komunikon me precizitet të atillë që ka një veçanti që është vetëm fjala edhe vargu i Gjoairi. Ai e ka të shenjtë gjuhën. Mbaj mend një detaj të tillë, në fillim të viteve 90 kur unë vinja pak më shpesh dhe jetonja disa më gjatë në Tiranë, në një kohë kur Gjoairi ishte sekretari i lidhjes shkrimtarëve dhe Bardylon doja i ndjerë, po ashtu poeti shquar, ishte kryetar, kishin një presion për ta lënë hapësirën e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Edhe ai detaj mbriu deri në gjykatore, për të mos e zgjatur, dhe gjykata Gjoairit që e mbronte në emër të lidhjes, e mbronte ndërtesën, lokalet, i dha të drejtë. Dhe kur e shpalli gjykatësi këtë vendim që i dha drejtë dhe është ndërtesa e tyre, Gjoairi reagoi vetëm me këtë, rroftë gjua shqipe. Dhe për te gjua është e para, gjua është ajo shenjë e shejtë. Këtë dritëzim e ka poezia e tij. Një veçori tjetër, e dyta, ndër të shumtat, ai e ka sedrën e etnisë, sedrën e Shqipërisë. Si e mbron ai këtë hapësirë? Kam patur rast të jem me delegacionet jashtme me të, kolegë shkrimtarë. Me një rast që mahniteshin në një vend të bukur si që ka Shqipëria si parajs, ku në një në perëndim ishte deti i kaltërt këndej kodrat me uvi, dhe mahniteshin ata, kështu. Ai fluturonte gjevua në ato momente. Ka një sedër të tillë të Lazgush Poradecit që i mbani mend ato kujtimet e tia, kur depërtonte nëpër Evropë, shkonte ande nga përmes xhandarëve dhe karabinerëve për të dalë në Evropë, thoshte vishe sa mirë, me pallari, t'u tregoj qytetari, jo t'u tregoj, po jam qytetar, jam intelektual superior. Këtë sedër e ke në poezinë, këtë ndriçim e ke në poezinë e Gjevairit, edhe për traditën, edhe për mitologjinë, edhe për Tomor, çdo gjë ku vë dorë, poezia e tij ka këtë shpirt të brendshëm, ka këtë ndjesi të brendshëm. Prandaj, se ne shpesh themi është i veçantë, është vërtet i veçantë. Unë i besoj edhe gjithnjë më kujtohet tani një kolegu tonë që Gjoairi është Lorca i poezisë shqipe. Jetë të gjatë Gjoair. Edhe i nderuar mes nesh, por si që ka shkruar edhe në poezitë e veta, ai nuk është shkëputur nga rrajt e thella të origjinës tij. Për këtë arsye, shoqata Tomori ka një përshëndetje për Gjoair Spajun. Një lutem? Po, Nuri Çuni, në emër të shoqatës Tomori. Para se të fillojë, do të bëjmë një surprizë. Ky gjyshi botror me këtë rast që Gjoair Spaju t'jep 1 milion.
poeti Gjevajis Paju për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të betashizmit me kryegjysatën botërore Bektashan. Poezia e tij e mrekullueshme, hyjnore për malin e Tomorit dhe trevat rreth saj, është nxitse për bashkim dhe vllazërim. Kryegjyshi botëror Haxhi Dede Baba Edmund Baini. I nderuar kryetari i Kuvendit, kryetari i Akademisë Skënder Qinushi, më fal, kërkoj ndjesë. I nderuar Gjevajis Paju, të përulem, të nderuar pjesëtar familjes dhe të nderuar pjesëmarrës. Shoqata Tomori e thot me plot gojë se është krenari e veçantë në 80 vjetorin e lindjes së poetit të madh Gjevajis Paju. Jo vetëm kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Mund të themi se për Gjevon duhet ishte bërë një festë e madhe shqiptare aneman. Gjevajis Paju ka vetëm të dinë se lindi atje në Malin, përballë malit Tomorit, më 1 mars 1945, në muajin e pranverës. Ai është pranver me fëmijët të rinj dhe moshatarët. Së pari falenderoj Akademinë e Shkencave që organizon këtë veprimtari shkencore poetike dhe u jemi mirënjohës. Gjevaji erdhi si poet i vetëm me dignitet, i vetëdijshëm, ashtu si erdhi fati, e përballoi vetëm, jo vetëm kaq, por e sfidoi fatin e vet. Si shkruan Luan Rama, ai erdhi si biri i diellit, zë lartë e plot gjëmime, tallas nxitës dhe imponues. Shoqata Tomori e pati që në frymarrjen e parë nxitse në veprimtarinë e saj. Shoqata nuk ishte zyrë, por Kafe Evropa ishte zyra e saj në vitin 1999. Një shoqat me histori që nga vitin 1906. Aty bizetoi gjithçka, kryesia e shoqatës, redaksia e gazetës Dielli Tomorit, Gjevajis Paju, Zuliftar Hoxha, Indris Metani, Veli Hoxha së bashku mbanin peshën e gazetës saj. Gjevajis Paju është Gjevajir në Panteonin poetik të letrave shqipe. Shuhet në tërsinë e krijimtarisë novatore, shprese, kulmuese, simbolike dhe e thellë, me një skalitje të një mjeshtërie të rrallë, na jep një poezi të veçantë, si shpat që vezëllon pregtësia. Poezitë e tij shkrihen në vizionin e gjerë të kumtit e ngjizur në vitet natyrshëm, në ecje sipër, me besim dhe pavarësinë e tij historike, ka kryer një mision qiellor në këto 80 vjet. Tematika e tij është e çuditshme, shuhet tematika për fëmijë, e lidhur ngushtë me vendindjen, si të thuash, fëmijëria dhe vendindja. Në temën e historisë shqiptare, tematika e mospajtimit, figurave të shuara të kombit, Naimit, Panolit, Ismail Qemalit, Çabejt, Peto Marko e personalitete të shumta shqiptare. Cikël lirikës dashurie, poeti ynë mëndërisht në shpirtërore, ynë në thelbin e fjalës duke çuar atë në robin e lirisë. Flet për ullirin, tetin himni parë i botës. Qeua është simboli poezisë i dukshëm dhe i padukshëm. Kjo larmi e krimtarisë së tij në tematikën e poezisë ka një gamë të gjerë e botës që rrethon, mjedisi shoqëror, shkaktar të fatkeqësisë njerëzore, në ato veçori të jetës së përditshme, marrëdhënieve shoqërore, sociale dhe politike të sistemit të dieshëm dhe të sotëm. Ai është në opozit.
sa nga studiusi i njohur Robert Elsie është quajtur zë i mbijetesës. Ai ka një tematikë interesante të hapësirës kohore 1970-2013, që në krijimtarinë e shkrua në 11 librat e poezisë dhe përzgjedhja në librat Poezia Shqipe, Udha 1, Udha 2 dhe përmbledhja poetike në Kosovë dhe në Maqedoni, Eshtra dhe Ullim. Dhe së fundi, libri përmbledhje me poezit pa botuara Vetë tim. Poeti në çdo poezi pothuajse krijon tematikën e tyre. E ato njëra pas tjetrës krijojnë tematikat e tjera. Ato ndërthuren e japin larminë e bukur të poezisë gjevahiriane. Apo poezitë e rëptishme për malin e Tomorit. Si thot Gjevua, i këndoj Tomorit, i këndoj një madhështie, i këndoj një historie të lashtë, pelazgjike dhe ilirë alberore, i këndoj të mirës, të së Tomorit, o mirë do të thot i miri të ilirët përndit, sepse ky mal, duke qenë jashtë, është dhe brenda nesh. Peligrinazhin e malit Tomorit, Abbas Ali e vizitoj gjithmonë, e përjetoj si gjithë pelegrinët të këtë mal të shenjë. Ato viset tona janë të parruara, të pazbuluara, shkruan poeti i dashur. Ndjejmë kënaqësinë tonë të veçantë, se Xhevahi Spahiu ka dhënë një kontribut të veçantë për bektashizmin, në pjesëmarrjen aktive në konferenca të ndryshme shkencore. Ai solli nga Irani një libër Abbas Aliu, u përkthye dhe sot lexohet nga të gjithë, ose vlerësimet për bibliografinë të fashizmit në Shqipëri, Gurgullima shpirti të këngët bektashan. Unë dhe jemi minjos, unë kam patur fatin ta njohë Xhevahin herët që në shkollën pedagogjike në Vlorë. Koridori shkollës poezitë të Xhevahit lexoheshin andje. Orë vitet 1995 deri më sot, Xhevahin shoqata Tomori me larmit e aktiviteteve dhe me shoqata si motra, i ka dhënë një shtys të veçantë në krijimtarinë dhe mbajtjen gjallë të traditës kulturore të rrethinave Tomori, duke lënë gjurmë kombëtar dhe sot është presidenti i shoqatë Tomori. E kemi pranë dhe do ta kemi gjithmonë. Kërsuar ditëlindjen Xhevahi u bë 100 vjeç. Dhe një surprizë nga shoqata Tomori. Në surprizë në emër të shoqatës Tomori, po e bëjmë për treguar se të gjitha shoqatat, pavarësisht vendit dhe zonës ku ndodhen, ato janë si shtylla dhe kolona betonit të kësaj ndërtese që quhet Shqipëria da dheu ju një dashur. Ndaj, në që ju me njohet dhe respekti, Gjevua kishte një mik shumë të nderuar nga bregu i Labërisë, të cilin ne po ja bëjmë dhurat, Petro Marko. Dhe një urim i veçantë dhe special shkon për kryetarin e Akademisë Shkencave, profesor Gjinushi. Mësues, profesor, pedagog, akademik, drejtues, e ka kthyer Akademinë e Shkencave një qendër të dijes dhe të gjithë vinë me shumë dashuri dhe me shumë injohje. Ndaj, profesor, po ju dhuroj një zile, në shenjë një njerë. Faleminderit shoqata Tomori për përshëndetjen edhe për simbolikat shumë domethënëse të sjella këtu në sallën Alex Buda. Kemi një përshëndetje mjaft veçantë. Akademik Fatos Kongoli, mik edhe koleg i Xhevahi Spahiut, në pamundësi për të ardhur fizikisht këtu, ka prur një porosi në kryesinë e Akademisë Shkencave, të përcjellim kolegut i Xhevahi Spahiu, përshëndetjet dhe urimet më të mira në këtë 80 vjetor. Dhe kështu që ne po e kryejmë këtë porosi të tij
në pamundësinë për të. Në organizimin e këtij aktiviteti ne kemi menduar për të folur diçka në mënyrë më profesionale, më të thelluar, dhe është një seleksion prej studiuesve nga më të mirët që ka kjo fushë, të cilët do marrin kumtesa të shkurta për përmimtarin si shkrimtar, si poet, si krijues të Gjavahir Spahiut. Më së pari e ka fjalën profesor Bashkim Kuçuku, i cili do marrë kumtesën koha e patejkalueshme e poezisë. Zoti Bashkim. Faleminderit për fjalën që më dhatë. Gëzohem shumë për 80 vjetorin e Gjevos, mikut, kolegut, dashamirësit, përkrasit të përhershëm ndaj shumë të tjerëve, por edhe ndaj meje. Për Gjevahirin është shkruar vazhdimisht për poezinë e tij, por shumë pak është folur për personalitetin dhe veprimtarinë e Gjavahir Spahiut, për cilën unë kam një nderim të veçantë edhe për arsye se një pjesë të madhe të kësaj veprimtarie të vrullshme, energjike, në emër të drejtësisë dhe në mbrojtje të drejtës në çdo kohë. Gjavahir Spahiu është nga ata shkrimtar, por dhe qytetar veprimtar të përhershëm, që ka shumë materiale në jetën e tij dhe vërtet meritoi një monografi për të parë cili ka qenë Gjavahir Spahiu si veprimtar, si qytetar dhe si shkrimtar veç poezisë. Jeta e Gjavahir Spahiut ndër tjera ka kaluar vrap drejt poezisë, por vrap prej të drejtës, vrap drejt të drejtës në jetë, kudo, vrap drejt të drejtës dhe drejtësisë në poezi. Turoj për të gjitha Gjevo jetë të gjatë. Tani të them dy fjalë për poezinë e Gjavahir Spahiut, siç mendoj për këtë rast. Kremtimi i përvjetorëve të shkrimtarëve është një ndalesë e referimi në kohën e jetës dhe të veprës së tyre. Si e tillë, është dhe një rast i përshtatshëm për përvijimin e tipareve dhe vlerësimin e funksioneve të veprës brenda sistemit letrar dhe jashtë tij në shoqëri në ndikimin te kultura e lexuesit. Poezia e Gjavahir Spahiut është shfaqur, zhvilluar dhe formësuar në një ndërkohë një mendësisht referimi në historinë e letërsisë shqipe bashkëkohore në vitet 1970-1990. Periudha më e vështirë për letërsinë e atëhershme që shkruhej në Shqipërinë shtetërore. Trysnia ideologjike arriti kulmin, censura i tukuri si asnjëherë aftësitë e shprehjes së lirë poetike. Përveç entuziazmit konformist, që përshkonte propagandën e indoktrinuar e të induktuar, kërkoi te pamshmëria e plot deri në indin e mendimit dhe të figurës, si në ligjërimet e tjera shkrimore. Shqipëria ishte e mbyllur krejtësisht, politikisht dhe kulturalisht, nuk ishte më as studime universitare dhe student jashtë, sikurse kishin qenë më parë Jakov Xoxa, Fatos Arapi, Ismail Kadare, Dritura Golli, as në perëndim dhe as në lindje. Nuk ishte më në Tiranë as libraria e quajtur Libri Rus dhe më pas Libri Huaj, që sillte botime letrare dhe shkencore në gjuhën ruse dhe në gjuhë të tjera nga vende të ndryshme. Shkrimtarët e brezit Gjavahir Spahiut dhe më pas kanë qenë brezat e mbyllur, të ushqyer fshetas me pak botime nga letërsitë e tjera bashkohore. E megjithatë, u formësuan dhe u zhvilluan në mjedisin kulturor shqiptar, në saje jo thjesht të talentit letrar, por dhe të dhuntive intelektuale të pamposhtme, pasionit jetëdhënës për artin,
këmbguljes për të memorizuar kështu profilin e vet letrar në shoqëri dhe në historiografinë e letërsisë. Pavarësisht rrethanave penguese të llojeve të ndryshme, poezia shqipe që shkruhej në Shqipërinë shtetërore dhe në hapësirë shqiptare tej kufirit politik, ishte në risim të disa anshëm. Për më tepër, me risimin dhe nëpërmjet risimit, mëtoi dhe po arrijej njëjtësimi i saj me trajtat modernizmit të vendeve të Europës perëndimore, sidomos të gjysmës së parë të shekullit të 20. Klima risuese ishte një rrethan lehtësuese që edhe poezia e Xhevair Spahiut të hynte natyrshëm që në fillim në rrjedhët e saj. Nga pranvënia e rrethanave kaq të vështira kundër letrare, me përfitimin e një letërsie njëmendësisht dhe historikisht të qëndrueshme në pikpamje të leximit, pranimit dhe funksionit mirëfillt të saj, veti u dalin disa pyetje mosbesuese. Si ishte mundur në këto rrethana të krijohet një letërsi e çmuar dhe si ka ndodhur ky proces i pabesueshëm? Përgjigjja është e ndërlikuar. Shpjegimi argumentues është dhe më i ndërlikuar dhe këto kërkojnë kohë më vete. Shkarazi mund thuhet se talentet, dhuntit dhe aftësitë intelektuale e krijuese të atyre që arritën ta ngrinin krijimtarinë e tyre në shkallaret e larta të letërsisë shqipe kanë qenë shumë më të mëdha se ato që mundën të njëjtësonin në veprat e tyre. Humbja, zbehja, mos funksionimi plot i lirë i tyre ka qenë taksa dhe tatimi që kanë paguar pikërisht për rrethanat dhe klimën kundër letërsi e lirë. Të bëje letërsi në ato rrethana nuk ishte hobi, as mundim për afirmim letrar që të fitojë një kurorë shkrimtari për t'u adhuruar nga tjerët. Jo, të bëje letërsi në atë kohë ishte sakrificë dhe jete dhe dhuntish. Në atmosferën e smogut mbytës ideologjik dhe të konformizmit sklerotik të realizmit socialist, poezia e Xhevair Spahiut, me ozonin e kundër konformizmit vet, disa herë rebel i ndëshkuar, ishte ndër frydhënëset oksigjenuese të poezisë shqipe me një art të mirëfillt, ishte ndër nxitëset dhe sendërtueset e kësaj poezie moderne. Prandaj, me ngasjet e përhershme të lirisë së brendshme, jo rrallë dhe të shfaqur e të shprehur, sado të druajtura e të fshehura në metafora, krijimtaria e pasme e Xhevair Spahiut e viteve 90-2000 është vazhdim e plotësim i të mparshmes, pa ndryshime dhe pa prurje thelbësore në përbërësit e shprehjes dhe të stilit. Një parantezë për diçka konkrete, për të qenë pra pak më konkret, po përmendim 2-3 fakte për atë që u cilësua rebeli i ndëshkuar Xhevair Spahiu. Në vitin 1972, 2 vjet pas botimit të vëllimit parë poetik, Xhevair Spahiu u godit drejt për drejt dhe publikisht nga Enver Hoxha. Dhe u godit jo pak, por për ndikime nga filozofia ekzistencialiste e Sartrit, që Enver Hoxha e quante armiku i madh i teorisë marksiste, leniniste dhe i socializmit. Gjatë jetës Xhevair Spahiu ka ndëruar shumë vende pune. Të gjitha ndrimet e vendeve të punës kanë pasur një shkak, atë të quajtur rebelim ose dalja nga kornizat. Nga një gazetë qendrore, Xhevair Spahiu kalon në mirjerën e Valiesit. Nga minjera e Valiesit kalon në redaksinë e revistës Nëntori. Nga revista Nëntori kalon mësues. Nga mësues në shkollë të mesme kalon autor, skenarist në top. Të gjitha këto kanë qenë për shkak të rebelit poet dhe të rebelit qytetar. Edhe pse i shfaqur disa vite më pas, Xhevair Spahiu ka qenë bashkërisues, bashkë konkurues dhe bashkë i laureuar në të njëjtën periudhë me poetët kryesor Tritro Agolli, Fato Sarapi, Ismail Kadareja, Azem Shkreli, Ali Podrimja e të tjerë. Diçka për figurshmërinë dhe figurën e veçantë të poezisë Xhevair Spahiut. Në poezinë e tij zotruese është metafora, metafora me brendit të dendësuar, shpesh e shtresëzuar, herëherë dhe në trajte retorike dhe më e rrafshët, një metaforë e tejpamshme
në kuptime domethënie, cilësi kjo e bindjes krijuese e trashëguar nga autorët e rilindjes dhe të tjerë që ndoqën frymën e saj popullore. Tërësia e sistemit metaforave që janë në shkallare të ndryshme, herë ngjitse dhe herë zbritse ose anasjellas, është një mega metaforë e hapur, e vijueshme dhe koherente, e plotësuar nga vëllimi në vëllim. Kjo metaforë apo mega metaforë është dukshëm e dallueshme nga metaforat dhe mega simbolikat e autorëve tjerë bashkohës. Ajo përbëhet nga disa konstante emotive dhe figurative të përsëritura, të cilat duke u reaktivizuar dhe rishfaqur në kontekste ndryshme, pasurojnë radhasi kuptimet dhe domethënjet. Ndër parsoret në mos kryesorja është konstantja bukuria dhe e bukura, që poeti e gjen te njeriu, veçanërisht te bukuria femërore, e gjen në jetë, në natyrë, tek arti. Bukuri këto para të cilave shkrimtari poet përgjirohet dhe dorëzohet. Është i dorëzuar, është rob. Marrëdhëniet e subjektit lirik me artin muzikor, pikturën, poezinë, janë marrëdhënie qeniesore të skajshme, janë vdekse, ringjallëse, çmendurake. Po citoj një poezi me 3 vargje me titullin Arti. Te tingujt vdes, tek ngjyrat çmendem, tek fjala vdes, çmendem, përmendem. Fjala të shprehurit e njeriu dhe të njerëzimit, si dhe me ekvivalencën e të shprehurit nëpërmjet artit, janë po ashtu të barazvleshme në 2 kahet edhe për të shprehurit e Xhevair Spahiu, qytetar dhe nëpërmjet poezisë. Në metaforën simbolike të fjalës janë ndryrë mjaft mendime, ndjesi, përjetime, shqetësime, përfundime dramatike për mjedisin shoqëror, për gjendjen e subjektit lirik dhe për vetë poetit. Një nga trajtat e pëlqyera të shndrimit poetik të fjalës është liria. Fjala dhe liria janë një simbiozë njësimi të shkrejra në një dhe simbiozë njëjtësimi të barazvleshme të njëjta nënkuptuese të njëra tjetrës, që shfaqen e përshfaqen her pas here prej fillimit dhe në vazhdimsi të poezisë së tij. Shpeshtësia e reaktivizimit të kësaj simbioze me motivo metaforike nuk është tjetër veç se shprehje e shqetësimit dhe përpjekjes së përgjithjetshme të poetit për të pasur atë që i mungonte, t'i jepte liri fjalës dhe për ta mishëruar lirin tek fjala. Kjo simbiozë është paqe e përshtatshme edhe në shoqëri e mjedise pa censur, sepse edhe në mjedise të tilla poeti synon ta çlirojë skajshmërisht fjalën nga mbyllja e të kurrja, nga ndrydhja në vetvete, nga kufizimet që ka fjala në vetvete. Të ndryshe ta çlirojë poeti fjalën nga censura e vet e lindur. Poeti kërkon dhe jep asaj kuptime e domethënie të reja, e detyron atë të rigjenerojë vazhdimisht aftësitë e veta shprehëse. Duke hapur më tej kuptimshmërinë dhe lirinë e fjalës, poeti në të vërtetë hap dhe shtrin më tej lirinë e vet. Po citoj disa vargje nga poezia Fjala, që në të vërtetë është liria. I than fjalës, tani je e lirë. Po fjala s'kish fuqi t'u ndosh, nuk më duhet. I than fjalës, je e lirë. Vështirë, tha fjala, sa vështirë ta besosh se je e lirë. I than fjalës, ti je liria. Për ta kuptuar këtë të duhet fare pak. Ajo e besoi, ajo hapi gojen, por në vend të tingujve prej saj doli gjak. Kjo poezi është shkruar në 28 shkurt 1986 dhe është botuar në vitin 1991. Këto janë disa vizione të shkurtra nga poezia dhe vlerat e poezisë Xhevair Spahiut. Urime o Xhevaj dashur dhe për kënaqësinë na ke dhënë të të jep. Faleminderit. Faleminderit profesor Uçuku.
Profesoresh Viola Isufaj nga Universiteti i Tiranës do të maj kumtesin dhe dhja letrare e Gjevahir Spajut për kundrejt formimeve të metodës socrealiste. Ju faleminderit. Nuk e di saktësisht pse, sa herë e sjell ndërmend, më shfaqet në ecje sa të shpenguar aq dhe të shpejtuar, pothuajse në vrap për diku. Për ku? Pyet në mënyrë kaq të natyrshme dhe të mrekullueshme studiuesi Ali Aliu, pasi e ka përcaktuar Gjevahir Spajun si poet i formatit të madh. Mbase për në një cak të rëndësishëm, thot ai, ku pritet ardhja e tij, ardhja që zguxon të mënoj për të ndreshur diçka të pandrejshme. Cak ku pritet arti i tij poetik për të zgjuar a për të shpëtuar njeriu. Do të vijoj ky njohës shumë i mirë i poezisë së Gjevahir Spajut. Dhe desha ta nis me këtë portret që pashmangshëm do të na jetë përvijuar të gjithëve, sa herë që flitet për këtë poet dhe personalitet njerëzor. Gjevahir Spahiu ka hyrë në poezinë shqipe gjithë energji, tërësisht individuale, me një sinqeritet sui generis dhe kreativitet. Udhën po ja çelte një intuit e fortë poetike, me të cilën do të vinte jo vetëm për të marrë vendin e tij në poezinë shqipe, por për ta pasuruar madje dhe për t'ia ndryshuar larushin fytyrës së letërsisë shqipe. Kjo është një linjë e re e një brezi të rinj, me prirje ka modeli evroperëndimor i vargëzimit, figuracionit dhe strukturës poetike. Gjevahir Spajun e shoh të vendosur këtu në 3 sfida, për shembull, marrëdhënia komplekse me trashëgiminë poetike shqiptare. Sistemi letrar shqiptar kishte njohur një fazë zhvillimi të mirë të gjithë faktorëve të periudhës midis dy luftrave, sidomos të repertorit i cili ishte pasuruar ndjeshëm, me prurje modelesh të ndryshme që tashmë prireshin drejt modernitetit, për afrimin të prodhimit letrar me letërsitë e tjera më të zhvilluara. Në letërsinë shqipe ishte vepruese një plejade papërsëritshme krijuesish si Fishta, Poradeci, Kolishi, Kuteli, Migjeni, secili me një profil origjinal që si asnjëherë më parë përtheksojnë dhe rrisin ndjeshëm për masën estetike të tekstit. Në fakt, Gjevahir Spahiu e çmonte trashëgiminë poetike shqiptare veç mas lirikës kombëtare, madje ai ishte i magjepsur prej tij dhe njëherë do ta citoj profesor Ali Aliun, me vete poeti barte tërë trashëgiminë poetike shqiptare, ndaj së cilës sidomos asaj lazgushiane dhe migjeniane ishte i magjepsur. Do të mësoj nga të parë dhe nga të dytët, por do ta çaj rrugën e vet mbase më të veçantën dhe më origjinalen në poezinë e re shqipe. Kulti i magjepës ndaj fjalës do të jetë më i rrept nga ai i idhujve pararendës dhe ai bashkozëve të vet. Për të do të jetë i gatshëm të vërë kokën në litar. Sfida e dytë është me brezin e mëparshëm. Ne jo vetëm e dim, po gati e dëgjojmë zhurmën që për fillimit të viteve 60 midis brezave krijues. Dhe është këmbgulja për krijimin dhe njohjen e identitetit të një tjetër brezi krijues dhe për konfirmim që ka krijuar kundërshtitë e njohura, të shprehura dhe të pashprehura në sistemin letrar bashkohor. Sipas akademik Shaban Sinanit, kjo ishte ana inkurajuese e kohës. Tjetra anë ishte se brezi që kishte bërë ndryshimin, kishte paralajmëruar në mënyrë sfiduese, ashtu si në shkrimet e shenjta pas meje, porta u mbyll. Gjevahir Spahiu pati pra 3 sfida, ato të poetëve modern të traditës, ato të viteve 60 dhe 70 dhe me idhtarët e realizmit socialist. Të parët i admiroi dhe i sintetizoi në artin e tij poetik, nga të dytët nuk pati droj, teksa metodën krijuese socialiste e tej kaloi. Sfida e tretë pra është ajo me realizmin socialist. Gjevahir Spahiu do të krijojë një imazh të ndryshëm poetik, plot lirizëm dhe të përqendruar tek marrëdhënia njerëzore universale. Ne e dim mirë se heroi i veprave të realizmit socialist heq dorë nga dashuria, ose për hir të revolucionit, ose për hir të luftës së klasave, ose për hir të punës. Sintagmat me fjalën dashuri u takonin të tjerëve, u takonin partisë, udhëhesit, popullit, klasës punëtore, komunizmit. Dashuria nuk mund të shfaqej si qenësi ekzistenciale. Figura femërore e Gjevahir Spahiut nuk do të ketë lidhje me arat, fabrikat, kantieret, por do të vendoset për shembull në një sfond vjeshte, si një lloj vaji në kanavac, duke u njëjtësuar dhe tretur në trishtimin e vet, si tek poezia vjesht. Dhe do t'i shkund gjithë gjethet e verdha, trishtimi i vjeshtës mbi ty le të bjerë që e trishtuar të mos duket pema.
Me kërkesat bazë, me partishmërinë komuniste, me paraqitjen e jetës së masave punojësve përkundrejt klasave të rrëzuara, me karakterin popullor të letërsisë, që përjashtonte nivelet e larta të letërsisë, me metaforat, simbolikat, alegoritë dhe përftesat dhe figurat e tjera, me luftën kundër ndikimeve të huaja, u konsakrua ky program krijues i formuar nga ideolog, me rregulla e larg letërsisë, të cilat në vend të jepnin frymë poezisë shqipe, mund ta linin atë pa frymë. Në aventurën e zhanrit të poezisë, jemi dëshmitar që nga viti 1945, ndaj mutacioneve aq spektakolare të poezisë patetike dhe propagandistike, por ku janë ato poezi tani? Tani është si të shohim nga larg një landfill masiv, ku librat e hershëm, homogjen, ideologjik dhe patetik dergjen pranë njëri tjetrit. Është poezia me prirje disidente që ndryshon historinë e zhvillimit të zhanrit, mirë po shumë prej krijimeve letrare të Martin Camajt, asnjë prej të Zev Zorbës, nuk do ta shohin dritën e botimit për 40 vjet dhe nuk do të njohin komunikim me lexuesin shqiptar. Janë poezi antologjike, sigurisht, por që nuk shkojnë dot në duart e lexuesit në kohën e shkrimit të tyre dhe si të tilla nuk luajnë dot rolin potencial të përçimit të kulptit kundër totalitar përmes një forme të pazakontë për letrat shqipe. E në ç'koordinata koordinata do të vendoset Gjevahir Spahiu. Sikur për te dogmës mos kishim disa poezi të themi të pavarura, të botuara, do të kishim humbur gjën më të rëndësishme. Ne nuk do të kishim mundur të kapnim brenda kohës së zhvillimit të poezisë shqipe bashkëkohore, kompleksitetin e ekzistencës dhe të shpirtit njerëzor në botën bashkohore, qoftë dhe me një poezi të vetme të Gjevahir Spahiut, ku arti i figurës është absolutisht thelbësor, poezi që simbolizojnë shtrëngesa metafizike dhe sociale, po ashtu se si dhe rrugëtimin drejt ardhmërisë së zymt, aty ngjyrojnë dhe rrënjët e dramatizmit të botës shpirtërore shqiptare. Ai që mund të quhet rebelimi shoqëror dhe figurativ i Spahiut, ka lidhje me ligjërimin poetik, leksikun, motivet, psikologjinë, të gjitha nuk u pritën me dëshirë nga kritika e Tiranës zyrtare që orientoi politika dekurajuese ndaj saj, sidomos dhe prej prirjeve formaliste të këtij autori dhe të brezit të tij. Te kohë moderne, mbi kohët arkaike, një qiell i zbrazët dimri, e bukur kujtesa, po më i bukur harrimi. Poeti na kujton se kujtesa dhe pse e bukur mund të jetë një barë që na lidh me të kaluarën dhe na mban në një kohë të kaluar ku mund të mbetemi të ngujuar. Harrimi nga ana tjetër është diçka e bukur që nënkupton se çlirimin nga e kaluara dhe mundësitë për të arratisur nga trishtimi i realitetit aktual mund të sjellë një lloj qetësie për të përballuar të ardhmen e pasigurt. Këtu ne shohim simbolikën e qiellit dhe të dimrit. Qielli i zbrazët dimri është një simbol i pastër dhe i thjeshtë që pasqyron boshllëkun dhe stangimin e një periudhe të ngrirë të ftohtë, një metaforë për një kohë të heshtur dhe të errët ku nuk mund të dëshirohen ndryshime shoqërore ose politike, ku nuk ka lëvizje. Gjua është e thjeshtë, por ambige. Tensionet midis të kaluarët dhe të tashmet shfaqen në këtë poezi. Vargjet janë të shkurtra, të përqendruara, duke nxjerrë në pa thelbin e një kumti, pa përdorur kur fjalë të tepërta. Dhe do ta ruajmë kumtesën si studim plot, po për të lutur ritmin mundësisht i kemi disa poezi të cilat me sa di mund të paraqiten në një kumtesë më të gjatë dhe të botuar, kështu që këto po i kaloj dhe do të kaloj pak në mbyllje. Kështu, në mbyllje, shkrimtari i realizmit socialist do ta shihte politikën të parën dhe pastaj jetën, do duhet të nxirrte një deduktim për jetën nga programet politike. Për teoricienët e letërsisë, tema e një libri ishte konsideruar më rëndësishme e tij, më thelbësorja për vëzhgimet e brendshme, të cilat ndihmojnë për të depërtuar në misteret e njeriut dhe të botës së tij, dhe stili, të gjitha këto kishin arritur në një vend dytësor. Gjevahir Spahiu dhe brezi i tij krijon vetdijen dhe ndërgjegjen e një periudhe. Ai na tregon ne se çfarë ka ndodhur me njeriu, çfarë mund të ketë ndodhur me të, çfarë ka imagjinuar njeriu se mund të ndodhë me të. Ai paraqet për ne mjediset, një model tjetër të fatit, gëzimet dhe hidhërimet, fantazit, aspiratat, mizorit, ëndrat. Jeta është plot mister dhe një nga misteret më të mëdha të jetës është vetë njeriu. Gjevahir Spahiu hetoi këtë mister dhe nuk e shformoi, pavarësisht trysnisë, për t'i dhënë një model tjetër epokës, për të treguar në mënyrë të padiskutueshme rrugët e reja të krijimit të poezisë dhe për të dëshmuar pafundësinë e mundësisë, potencialin e pashterur kreativ, larushin që nuk ishte të sosur, për një periudhë kur
Arti rrezikohej nga asfiksia dhe po të shpreheshim në fjalët e tij që bota të mos mbetej pa muzikë. Gëzuar ditëlindjen i dashur Xhevair Spaiu. Faleminderit profesor Viola Isufaj. Tani do ta them i çik programin. Kemi menduar që të përçojmë tingullimin e vargjeve të Xhevair Spaiut nëpërmjet interpretimit të dy aktorëve, Eriona Kakeli dhe Kastriot Ramollari. Ju lutem. Jo s'ka. Përshëndetje, i nderuar zoti kryetar, nderuar akademik, të ftuar. Ne menduam që të ofrojmë një befasi, jo një surprizë, me që këtu është akademi dhe i shkon në tepër fjala befasi. Datat e mëdha bashkojnë nga njerë detaje që bashkojnë njerëzit e mëdhenj të kulturës dhe ky mendojmë se është një nga ata. Për shembull, në vitin 1978 në Gazeta Drita, poeti Joni Shquar shkruante: Dirigenti Enos, një trumbë zogsh la një re dhe çerdhe tek tjetra kërkonte, njeriu luajti duart, bubullimat apo zogjt dirigjonte. Për të nderuarin Eno Koç. Buka jon e përditshme. Ti erdhe pranë dhe më the, ta hëngra zemrën. Unë mbylla sytë dhe shpleksa ëndrrën. Shoh si përgjaket zemra ime në buzët e tua prej mishi dhe drite. Të bëft mirë e dashur, po tani, as më thua, pa zemër, si mund të dua? Ti the dy fjalë, hodhe një gur, ta hëngra zemrën, dhe unë i përgjakur numëroj rrafet e ëndrës. E di? Zemra ime, zemrën tënde e ka bërë copë çik. Pullon gjaku prej saj, si kokrat e shegës, pik, pik. Ti the, ta hëngra zemrën, kur unë fatziu e kisha sosur tënden. Ish koha e zis, dhe zemrat na u bën buka jon e përditshme. Ballë për ballë. Unë dal në rrugë me tufa mimozash në duar, ti me shkopinj dhe plumba. Ti me qenë, unë me pëllumba. Unë kam fytyrë, ti skafandër. Ti dhëmbët, unë fjallën. Unë kërkoj një grusht jete, ti më kërkon edhe vdekjen. Të dy, së ndërsy, të dy. Pëllumbat e mi plugojnë hapsirat, ikën qend prej teje. Muarën malet për pjetë, as qend nuk të duan, as qend. Të dy së ndërsy, e ja, së ndërsy, të dy. Dil, kur si buzqesh buza buzqeshjes, kur dhe vetmia zë vetmohet, ti ri ngujuar brenda heshtjes, po tjetër kush për ty ngujohet. Je gjeth i degës hierënd, je dru i pyllit që nuk sos. Nga zëra njerëzish rrafsh ju shëmbën të moçmit mure Jerikos. Dikush për ty përbluan urin, mos ndjenj uri as zogj as ti. Ti një shusham në suferin, ngujuar brenda vetes së ri. Dil sa parë nata e gjatë, sa pa të marrë harrimi osh, në këtë botë pa mat, të rosh përkthehet të luftosh. I thanë fjallës, ti je e lirë, po fjalla s'kish fuqi të thoshte nuk më duhet. E që më duhet, kur së thash atere kur duhet. Kam betur pa krah, kam betur pa qiell,
Jam jetë pa ëndër, jam ëndër pa jetë. I than fjalës, je e lirë. Vështirë, ta fjala, sa vështirë të besosh se je e lirë. I than fjalës, je e lirë. Vështirë, ta fjala, sa vështirë, të besosh se je e lirë, pasi ke ngrënë rrokjet e tua, pasi ke mbetur cungë dhe liria bëhet burg. I than fjalës, liria jeton. Fjala ja ktheu, s'jam si Konstantini që pas vdekjes u udhton. I than fjalës, ti je liria. Për ta kuptuar këtë të duhet fare pak. Ajo e besoi, ajo hapi gojën, por në vend të tingujve prej saj, doli gjak. Njeriu pa emër. Jam njeri pa emër. Jetoj në balada. Ç'është ai që kalon? Pyesin njerëzit në rrugë. Si e quajnë? Si? O shok, o burri dhe eut, o njeri. Unë eci dhe kokën se kthej, jam njeri pa emër dhe në ç'ko jetojmë, nuk e di. Emrin ma kanë kyçur në dosje dhe zyra, ja shtrëngojnë qafën me radh puqalash, ja shtojnë pyetjet si kosa kërcënuese, të merrohen kur unë dhe emri im jemi bashk. Jam njeri pa emër, jam emër harruar. Mos njerëzit kanë harruar të flasin, të shkruajnë, o Zot, më keq akoma, kanë harruar të duan. Ku shkoi emri im? Ma tregoni pak varrin. Kam frikë se ndonjë ditë do të dalë si çmendur, të kap cilin do për mëngë në rrugë e ta pyes, më thuaj, o njeri, si quhem unë? Borxhet e mia do të vdes. Do të vdes i mbytur në borxhe. S'është asgjë mbytja në lumë në dhomat e gazit. I kam borxhe nënës që s'ja ngrita varri. I kam borxhe lisit që s'ja hodha pjerduta. I kam borxhe dashurisë që ja hodha të dielën. I kam borxhe krimit që si vura emër. Do të vdes. Do të vdes i mbytur në borxhe. I kam borxhe fjalës që se pash në ëndër. I kam borxhe korbit që s'ja zbardha pendët. I kam borxhe vitit 13 që s'ja mbylla plagët. I kam borxhe ardhmërisë që ja lash tek pragu, terrin e një kohe të largët. Do të vdes. Do të vdes i mbytur në borxhe. U kam borxhe të gjallëve, u kam borxhe të vdekurve. Gurin e varrit do ta shes të laj borxhet. Edhe ve pikën këtu. Tani, mund të më flisni për borxhet që më keni ju? Ti falenderojmë përzemërsisht për interpretim. Pa gjevo, kanë për të ndylla, e më shokë i ti. Një minutë, pak më vonë e kemi. Mirë. Tashi në i qikë mënyrë jo fort të përshtash me dola, por njeriu mëson shpejt të flasë, po masën nuk e gjedat. Kemi qenë shok kursi, shok punën në revistën në ndori, se për bëjmë e qesh atë lavër o akademik, ku dhe brënda, Zëvesh për ju është i pa përsëritshëm. U bëm 3 vetë të një kursi në redaksin e Nëndorit.
Edhe parë që po bërim lëndë. Unë sektorin tim, administrativ vetëm, këtë vetëm. Dhe dalani, më në të shënimet, qa shkrimesh propozorën, qa ky. Ne atë ditë për herë të parë, u përleshëm, se cilin brote sektorin e vetë. Qotë mas programit, pini një kafe. Indjeri dalan shkon lartë dhe i thot drejtërojt. Kampanjë më lejë sot në redaksi të jashtë zakonshme. Po pse i thot, po leshën e bëm kështu e doli programi i mirë fare. Edhe me qëtësimet madhe i thot, dalantos do të kanë qenë të gjithë shok kursi. E zbritu të dy poshtë. Kër zbritu poshtë, thot, në thot drejtërojt. Ju jeni hora, thot. Se ditë, ky që keni qenë shok kursi. Tani sa herë që kishte ngusht me zhlisi, Xhevo ishte i pari që çante herën me argumentin, me të gjitha mundësitë në autoritetin e tij. Dhe shpesh herë e vinin para Xhevo tash si t'ja bëjmë kësaj. Ai kishte një mendje si dhe në poezi dhe në jetë, por në poezi bënte edhe ato që bënte që ishin në kundërshtim megjithatë ju qepën me bukë të trast. Edhe aty po s'kishte do të thënë të meta. Botoi një cikël që erdhi rastësisht në një propozim që bëri kryeredaktori që merr Xhevon, tha, kene i vend që të shkosh ande, ke lënë gjë ande në një njeri nga Shëngjeri, po kam i dajë. Me ikë, tha, me shërbimet e. Një javë me Xhevon. Tani se e di që e kështë më. Dhe mas një jave, Xhevon e pritën atje ishte bë kritika e famshme, me emër. Ato shoqë që erdhi një njeri i tillë, një javë rresht, dreka këtu, darka aty, dhe Xhevo i maniti gjithë ato. Erdhi në Tiranë, bëri një cikël për Shëngjërgjë, s'kishte asgjë të keq aty. Kritik pra. I them Fatos Aramora, Fatos, ku e ka të keqen ky cikël? Ju dashau. Nuk e kuptoni që nuk duhet të shkruaj sepse është. I them Xhevo së kështu. Po, çfarë bëjmë? Mos shkruash më. Mirë, po ishte një kurs i veçantë. Ne kishim shkrimtar të njohur, gazetar të njohur, gjuhëtar të njohur, kursi më i veçantë mund të qenë një. Që nga kam para Sejt Mansakun, Spiro Dedën, Kozetën, Krasniqin, Ademi Strefin e tjerë aty, Koçi Petritin, midis tyre spikaste Xhevo. Dhe unë nuk do ta zgjas sepse nuk është sesion shkencor që po them vetëm kaq që me të drejtë tani do vazhdojmë. ura i them Xhevos që jetosh sa të ketë bët i madh. Kaq. Mirë pa, shëndet. Natyrisht emocionet bëjnë që kemi edhe ndërhyrje të tilla, po që janë të lishme dhe njerëzore, por ne vazhdojmë normalisht me kumtesat e llogaritura për këtë përvjetor të gëzuar. Studiuesi Biron Graçi me kumtesën Nesër jam aty, premtimi i përmbushur i poetit Xhevair Spahiu. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Xhevair. Fjala ime është konceptuar si një lloj mirënjohje personale ndaj brezit të Xhevairit, që ka qenë brezi pas nesh dhe përmban disa informacione të themi të mirënjohura prej nesh dhe por që ju drejtohen më shumë atyre që do të vinë. Premtimi i përmbushur i Xhevair Spahiut, nesër jam aty. Vështirë të flasësh për Xhevair Spahiu në 80 vjetorin e tij, kur ka të shumë të bashkëmoshatarët, kolegët, studiuesit e disa brezave që do të ishin të lumtur për të sjellë kujtime jetësore a interpretime shkencore, siç bën dy kolegët para, profesorat e fakultetit. Vështirë dhe disi e panevojshme. Poetja ka bërë të qartë fizionominë e tij shpirtërore, botëkuptimin e tij, kredon letrare estetike nëpërmjet vargjeve, si punëtor i palodhur i fjalës bukur. Prandaj po e çel këtë sprovë përshkruese dhe falenderuese njëkohësisht për të,
me përcaktimin e profesor Ali Aliut. Në prag të viteve 70, kur poeti bënte hapat e parë në krimtari, në letërsinë shqipe kishin bërë emër dhe kishin mundur të ruanin identitetin e pavarur të fjalës poetike, poetët Fatos Arapi, Dritura Golli, Ismail Kadare e ndonjë tjetër. Në pjesën më të madhe, fjala kishte pushuar si qeni vlerë majash. Në horizontin e trysnuar socrealist, megjithatë, mundimshëm po ngrihej një brez i ri i talentuar poetësh, ngadalë po vetëdijshëm i largoi retorikës, i hapte udhë më të gjerë metaforës, kërkimeve në formë dhe thellimit në botën intime të individit. Xhevair Spaiu do të artikulohej si zëri më përfaqësues, më i plot, më i fuqishëm i një breznie e cila duke përmbyllur çerekun e fundit të shekullit 20, hapte një epokë të re në poezinë shqipe, moderne shqipe. Përfundoi citimin nga profesor Aliu. Do mundohem me zigzaket të shkurtoj shkurtimet që kam mbledhur këtu për efekt kohe. Në retrospektiv, në valën e parë, se po e quaj valë, sepse diferenca 10 vjetë që nuk mund të quhen brezni, pikpamje racionale, në valën e parë të poetëve të rinj të Shqipërisë, në Shqipërinë e pas luftës dytë botërore, duke ndikimet nga letërsia ruse, një pjesë nga Majakovski me mbi zotrimin e vargut lirë me shkallëzimet ngjitse azbritse për efekte ritmike, ngjashëm në formë me poemën ikonike për botën komuniste Vladimir Ilich Lenin të Majakovskit, kemi poemat e Lazar Silikit, Ringjallja Prishtina, të Kadares, Shqiponjat fluturojnë larg, alarmet e përgjakurat Arapit. Të tjerë poet kanë ecur në gjurmët e Seninit, i kanë pasur më të afërta motivet e tij me nostalgjit për fshatin, për natyrën, për familjarët, për dashurinë. Eseinizmi u shkonte për shtat, nga ana formale stilistike përkonte me lirikën folklorike që e kishin element organik, nga ana praktike plotësonte kërkesat zyrtare për frymën popullore në letërsinë tonë. Xhevair Spaiu, i valës një dekadë më pas, erdhi më vete, shpirtërisht i lidhur me poezinë e Deradës, Naimit, Migjenit, unë do të shtoja dhe të Fanolit, formohet me poezinë e traditës sonë, si dhe me poezinë e zgjedhur bashkëkohore, duke kristalizuar, përsosur e lartësuar profilin e tij origjinal. Nëse bashkojmë poezinë me jetën e autorit, për të kuptuar ato peripecira që tha profesor Bashkimi pak më parë, për të kuptuar vështirësitë e vlerësuar arritjet, duhet në mënyrë telegrafike shpresoj, duhet konteksti përkatës kohor, specifik në Shqipërinë e viteve 44-90. Periudha e parë krijuese e Xhevair Spaiut dhe jo vetëm e tij, fillime deri në vitin 90, kur nga kushtet ku krijua dhe si u trajtua, nga këndi tashëm i shikimit e në perspektivë, do të thotë për brezat arshëm, do të duket e çuditshme për të mos thënë e pakuptueshme. Si mund të jetë një aparat shtetëror, një regjim i caktuar politik aq i ndjeshëm për poezinë, sikurse u tha të shprehej vetë numri 1 i shtetit, aq vigjilent për poetët? Gjysma e dytë e shekullit 20 u ruajti poetëve në Evropë fate të ndara. Ata të pjesës perëndimore ishin në mëshirën e ligjeve të tregut, kurse poetët në pjesën lindore u detyruan të vozisnin midis Qiellit dhe Karibdës, po të përdorin për krahasim legjendën homerike rimarrë nga Virgjili dhe Algeri. Poetët në sisteme totalitare me lehtësinë materiale të tjetuarit si krijues në profesion, me status të mirë social-ekonomik, por me kufizime të rrepta, me rrezikun e shqiptimit të unit poetik, me dilema në lëvrimin e temave dhe motiveve që janë që nga gjeneza tipike të poezisë, apo të përvetësonin rruga tjetër e të zbatonin gjuhën e drunjë të propagandës, të kolektivizoheshin, të uniformizoheshin, jo vetëm për nga shqetësimet, por edhe për nga shprehjet letrare. Xhevairi i përfshirë ndeshmërisht me problematikat shoqërore, me lëvizjet kulturore, u diferencua vetiu nga poetët minor dhe pragmatik. Kryelart, si dhe tani, ndoqi yllin e fatit të tij, rrugën e rrezikshme të sinqeritetit, të shqiptimit të unit lirik, për t'u madhëruar si poet. Krahas pësimeve, mundi të shpërthej në fazat, themi figurativisht, e përmirësimit të motit. Gjatë monizmit, për periudhën ku është pjesa më e rëndësishme e krimtarisë së Xhevairit për mendimin tim, gjatë monizmit sa i përket klimës krijuese, kritereve në thonjza në fuqi, pasi modelet Majakovske Senin kishin pushuar së ndikuarit ose ishin zbehur së tepërmi, pasi ishin shkruar poemat e mëdha epiko politike kushtuar rendi të ri,
Faktor përmirësues me gjas ishin botimet në Shqip të antologjive poetike të vendeve të tjera, pranimi i poezisë shqipe të Kosovës, botimi që ishte dukshëm e emancipuar se kjo, botimi i pjesshëm i poetëve perëndimor të ashtu quajtur përparimtar dhe i poetëve të mëdhej po me ideale komuniste, Rico, Seljuar, Neruda, Hikmet. Të ardhur në sistemin ton letrar këta zëra të shquar të përbotshëm praktikisht i lehtësuan të drejtën e ekzistencës në Shqip ligjërimit modern poetik, me teprime në thonjza, në metafora, metonimi, në pesimizëm, në individualizëm, me reflekse hermetizmi, simbolizmi, ekspresionizmi, pra me izmat e anatemuara në tekstet zyrtare të letërsisë realizmit socialist dhe në doracakët estetik të saj. Për pasoj, pranohen në editorin shtetërore libra konceptualisht të rinj, nga autor të njohur arishtar, ndër të cilët shquhet padyshim Xhevair Spaiu. Nuk i lihet më aq vend kryesor partishmërisë, vijë zyrtare ideologjike, temave të huazuara nga planimet dhe kongreset politike. Në profilin, për të mos u zgjatur shumë, në profilin poetik të Xhevair Spaiu do të analizoja disa tipare. Retorika e lartë dhe tribunizimi. Jo të lidhura me epikën, me materialin, por retorika e lartë duke luajtur me figurat, me përfytyrimet, me simbolet dhe alegorit, analogjit më falni. Retorika ngjizet me frymë metafizike, shtron dilema etike, funksionon si një përsjatje filozofike. Tribunizmi, prandaj kujtova Nolin pak më parë, tribunizmi vjen si monolog i brendshëm, si dueli ndërgjegjes vetjake me ndërgjegjen kolektive, thirrjet, ekslamacionet, apostrofët në prologa në fund të poezive, pyetjet retorike janë projekcione dialogjesh të poetit me element të natyrës e të trashëgimisë, më shumë se sa me njerëz konkret, dhe këtu e ka bukurinë poezia dhe nuk shket në deklarativizëm. Nëse Naimi shikonte përfaqësi me perëndije në gjallësat dhe sendet, Xhevair Spaiu gjithandej kërkon poetiken te gjallësat dhe te sendet. Forma grafike. Forma grafike e organizimit të ligjërimit poetik, pra të poezisë së Xhevairit, e kondenson deri në sublimim modelin e mëparshëm të vargut lirë, ruan prej tij vrullin, ritmin, energjinë, për shkallëzimet, zhdërvjellësinë, por është më kërkues në ton e në intonacione. Përmes formës grafike e vendos lexuesin, autori e vendos në atë mënyrë se si vendos për lexuesin, më fal, ato theksat emocional nënvizon kryefjalët, të themi. Thon ndryshe vendos një sinjalistik i vetëdijshëm se materia e tij poetike ngjan një orteku ndjenjash, mendimesh, përfytyrimesh toksore a kozmike që duhen perceptuar sipas vizionit të krijuesit. Prandaj ka dhe vargje me një fjalë të vetme. Në këtë ulli janë, sipas meje, edhe shenjat e shpeshta të pikësimit që përdor Xhevairi, si pikëçuditësia, pikëpyetja, reticensat e tjera. Një tipar tjetër, sipas mendjes sime, është karakteri polemizues edhe predikativ ndonjëherë. Është i parë në poezit me tema historiko-shoqërore, nga dramat e etnisë dhe kur vizaton me vargje persona të ndryshëm, si ai njeriu i mrekullueshëm po i panjohur, Mania, thot ky është, Mania thot askush tjetër, dhe i vendos një pikë çuditëse të fortë. Por dhe poezia me fabul nga jeta e përditshme qytetare. Janë shprehje malli, mungesash, keqardhjesh më shumë se sa çështje të kalueshme, rastësore. Tipare të tjera kam ndjerë në këtë leximet gati 50 vjeçare, paradoksi dhe dikotomit që fitojnë teren pas viteve 90, kur liria është me tepric, për të gjithë formulimet proverbiale, tipar tjetër, dhe një tipar tjetër është ndërthurja e zhanreve gjatë ligjërimit poetik. Kemi poezi proz ose proz poezi. Dhe tjetra, organizimi i poezive në formë ciklesh, thuaj, ose mini poemash. Nuk është risi, por Xhevairi ka çuar në një stat shumë të lartë, të mbititulluara me emrat përbashkët, brenda librave është fjala, brenda libra poetik, të emëruar me emrat përbashkët, na jep më qartë fushat ku gjakon poeti. Titujt e cikleve, sipas perceptimit tim, janë propozime dhe shifrime për kodet e dyfisht, kuptimor dhe ndjesor. Te libri Nesri jam aty, kemi këto cikle. Balada e ringjalljes së gjakut, ku janë disa poezi. Shpun ka vdekja me ty, tjetër. Afër dhe larg, miq të vjetër, skene pa pëlqyer.
në të gjitha korat, hapësirë, guri ndezur, jeta një dite. Kurse tek libri Kohë e Kristur kemi: Kaloj e urën, jeta ime, vrasje me të drejtë, shembja një natë dashurie, kujtim dimëror, nata mbeti përjashta, prall moderne dhe shkurtima. Këto në percep. Nga Xhevair Spahiu, po ka përcjell, po sipas kërkesës, kemi shprehje të përkryera poetike për dashurinë, për dëshpërimin, për zhgënjimet, për natyrën, për humbjet. Në poezinë e tij gjejmë optimizëm, për shpirtje, delikatesë, revoltë, rimëkëmbje, mendim dhe urtësi. Përderisa nuk do të ketë forma ideale të organizimit shoqëror, ku shtresat, klasat, grupimet, individët jetojnë në harmoni të paqortueshme me njëri tjetrin. Përderisa që prej gjenezës qenia njerëzore është e shënuar nga përkohësia, nga palumturia, nga pakënaqësia, si dhe nga etja për jetën, përderisa ka pasur e ka epoka të mungesës së lirisë së shprehjes, por dhe periudha të lirisë pa norma, të lirisë pa standarde etike, me standarde estetike të nëpërkëmbura ose të shpërfillura, Xhevair Spahiu me shembullin e tij dhe me punën e tij do të na dalë përpara, poeti tashmes dhe i sënesmes, sipas fjalës së dhënë. Nesër jam aty, u bëni zë lisave të më dalin përpara. Faleminderit Biron. Në mënyrë shumë të koncentruar, profesor Aristotel Spiro do na sjell një këndvështrim tjetër për krijimtarinë e Spahiut. Xhevair Spahiu, sublimiteti i shprehjes poetike dhe fisnikërimi i gjuhës shqipe. Ju falenderit shumë. Është kënaqësi e veçantë që të flasësh për poezinë e Xhevair Spahiut, por është edhe përgjegjësi e madhe para një auditori të zgjedhur, edhe para vetë poetit. Ma lehtëson këtë përgjegjësi hyrja e mrekullueshme e akademik Ali Aliut, i cili foli për lidhjet e poetit Xhevair Spahiu me gjuhën. Kështu që ndihem pak lehtësuar dhe këtë kohë që kam dispozicion do ta respektoj duke folur në hullin e atyre mendimeve të profesorit. Ajo që e bën Xhevair Spahiu të veçantë ndër të mëdhenjtë të poezisë shqipe është se në krijimtarinë e tij nuk gjendet ndonjë poem shumë e gjatë. Ai nuk shkroi një bagti e bujqësi, një laut malcis, një nën Shqipëri, përse mendojnë këto male ose alarme të përgjakura. Jo, krijimtaria e tij ashtu si tek Lazgush Poradecio apo tek Konstantin Kavafis, krahasime që gjithsesi mund të qëndrojnë vetë së jashtmi, përbën nga poezi më të vogla, të cilat lexohen brenda disa çastesh, por fuqia e përfiturimit artistik ngulitet në mendje për të mos u shirë më kurrë. Janë poezi të cilat ftojnë për t'ju rikthyer, jo sepse nuk janë kuptuar, por sepse ndihet ajo nevojë e brendshme për ta përjetuar sërish atë hedonizëm artistik dhe për ta bërë pjesë të shprehive tona emocionale, për ta bërë pjesë të perceptimit ton shpirtëror të botës rrethuese. Është kjo arsye që Xhevair Spahiu konsiderohet poet shumë i rëndësishëm. Është rësia e veprës së tij që e bën atë një poet të fuqishëm dhe vepra e tij poetike është një mozaik i bukur, i përbërë nga gur të çmuar vargjesh e poezisë që lexuesit i mbajnë dhe i përdorin duke i bërë pjesë të jetës së tyre të përditshme. Vargu i Xhevair Spahiu ka hyrë në ndërgjegjen shqiptarëve nëpërmjet disa mënyrave. Së pari nëpërmjet zgjedhjes së lexuesve, të cilët e kanë vlerësuar dhe kërkuar poezinë e tij dhe e kanë bërë pjesë të domosdoshme të bibliotekave të tyre. Është domethënës fakti që ndërsa librat e tij gjenden pothuajse në çdo bibliotekë shqiptare, në librari thuajse mungojnë. Së dyti, nëpërmjet përfshirjes në tekstet shkollore, poezia e tij bëhet pjesë e edukimit sistematik të një populli të tërë. Së treti, nëpërmjet këngës së kultivuar popullore shqiptare, mjaft poezitë të Xhevair Spahiut kanë shërbyer si lirika për të frymëzuar disa nga këngët më të njohura të traditës muzikore shqiptare, kompozuar nga emra të fuqishëm të muzikës së lehtë. Vargjet e tij udhëtojnë së bashku me këngën tek një masë më e gjerë njerëzish, të cilët ndoshta nuk janë të vetëdijshëm për autorin, edhe pse vargjet e tij këndojnë. Së katërti, nëpërmjet përkthimit të poezisë së tij në gjuhë huaje, vargu i Xhevair Spahiut udhëton nëpër botë duke përfaqësuar nga një anë dënësisht poezinë shqipe dhe nga ana tjetër duke u bërë pjesë e trashëgimisë poetike botërore.
Stili i tij letrar karakterizohet nga një ritmike brendshme e njëtuar me ndjeshmëri të lartë poetike, një veshje mprehtë për harmoninë e fjalës me impulse rebeluese që sfidon normat e kohës. Përmes vargut të tij Xhavahir Spahiu jo vetëm që ndërton një diskurs estetik të pasur me figura stilistike dhe simbolike, por gjithashtu arrin të përçojë një përjetim të ndërlikuar të realitetit shqiptar. Një ndër tiparet më të qëndrueshme të poetikës së tij është përdorimi i metaforës si mjet shprehës si përftimi të realitetit në një nivel më të thellë semantik. Në poezinë e tij, për shembull, Borxhet e mia, një kryevepër, Borxhi shndrohet në një koncept filozofik dhe ekzistencial, duke shtrirë kuptimin e tij përtej domethënies ekonomike dhe një reflektimi mbi përgjegjësinë shpirtërore dhe historike. Në këtë kontekst, poeti ndërton një poetikë të angazhuar, ku subjekti lirik përballet me peshën e ndërgjegjes kolektive. Një aspekt tjetër qendror i stilit të tij është ekonomia gjuhësore dhe intensiteti emocional i vargut. Poezia e tij karakterizohet nga një strukturë e koncentruar, ku çdo fjalë është e ngarkuar me peshë semantike dhe nuk lejon eksese stilistike. Ky minimalizëm i shprehjes shërben si një mjet për të rritur efektin emocional dhe intelektual të poezisë së tij, duke bërë atë të drejtë për drejtë, por njëkohësisht të thellë në kuptim. Në vështrim të tematikës, Xhavahir Spahiu trajton nocione universale si dashuria, vetmia, ekzistenca dhe liria të ndërthurura me përsëritje mbi përgjegjësinë historike dhe etike. Poezia e tij përfaqëson një ndërgjegjësim të vazhdueshëm mbi detyrimin moral të brezave të kaluar dhe atyre të ardhshëm, siç ilustrohet në vargjet emblematike U kam borxh të gjallëve, u kam borxh të vdekurve, gurin e varrit e shes të laj borxhe. Këto vargje sintetizojnë një tension të brendshëm nëpërmjet individit dhe historisë, ndërmjet të së tashmes dhe një trashëgimie që kërkon adresim poetik. Një element tjetër kyç i stilit të Xhavahir Spahiut është muzikaliteti i vargut, i cili krijon një melodi të brendshme që përtej semantikës e bën poezinë e tij të perceptohet njëkohësisht edhe në një nivel fonetik dhe ritmik. Ky aspekt nuk është vetëm një veçori teknike, por edhe një strategji e qëllimshme për të intensifikuar përjetimin estetik dhe emocional të lexuesit. Në një plan më të gjerë, poezia e Xhavahir Spahiut ndërton një dialog të ndërlikuar mes individit dhe shoqërisë, duke njëtuar një përsëritje mbi përgjegjësinë historike dhe etike të njeriut në raport me kohën dhe realitetin. Në poezinë e Xhavahir Spahiut, gjuha nuk është thjesht një mjet komunikimi, por një fuqi e gjallë, një entitet që mbart dhimbje, liri të munguar, sakrificë dhe pavdekësi. Përmes vargjeve të tij, ai e sheh gjuhën shqipe si një trashëgimi përgjegjësie. Po, e mbaroj. Po dua t'i them dy fjalë të fundit. Ai e lartëson gjuhën shqipe jo vetëm tërthorazi nëpërmjet vargjeve të tij të skalitura me kujdes, por edhe drejt për drejt. Në një poezi për shembull si fjala që empirikisht përfol si të është njësia themelore e gjuhës, për poetin është një qenie gjallë, një metaforë e shprehjes dhe lirisë. Nga ana tjetër, përbëllimi i fjalës së pathënë, ai e trajton fjalën si një peng të pashprehur, si një sekret të trashëguar që djeg brenda shpirtit të njeriut. Fjala e pathënë bëhet një simbol i mençurisë së grumbulluar me kalimin e kohës, i kujtesës që nuk duhet humbur dhe i gjuhës që duhet përçuar. Në poezinë poeti Xhavahir Spahiu afirmon rolin e tij si mbrojtës i gjuhës dhe i së vërtetës. Ai nuk i përkëdhel lexuesin me fjalë e vargje të ëmbla, por u hedh thika sarkazmash. Por ka edhe një poezi të titulluar tek rrënja e fjalëve, kushtuar e Qerem Çabejt, ku gjuhëtari i madh shndrohet në një figurë mitike, një rojtar i fjalës shqipe që zbret te rrënjët e gjuhës për të ndërtuar një shtëpi të përjetshme. Kjo poezi e lidh gjuhën me përjetësinë, duke paraqitur atë si një element të pandashëm të identitetit dhe historisë kombëtare. Në të gjitha poezitë e tij, Xhavahir Spahiu i jep gjuhës shqipe një përmas të shenjtë, një vlerë të pakthyeshme dhe një forcë që sfidon kohën. Përmes metaforave të fuqishme dhe shprehjes sublime poetike, ai e lartëson dhe fesnikron njëkohësisht gjuhën si një thesar që duhet mbrojtur me çdo kusht, një zë që nuk duhet të hesht kurrë dhe një frym që jeton përtej fjalëve të thëna apo të pathëna. Po e mbyll këtë kumtesë të shkurtër panegirike me urimet më të mira për poetin ton të dashur, Xhavahirin e poezisë shqipe. I dashur Xhavahir, të uroj shëndet e jetë të gjatë, e të bukur, në një stin përjetësisht poetike, në atë stin që ti e ke
kontribuar për ta pasuruar dhe zbukuruar me fuqinë dhe originalitetin e mjeshtrërisë sate artistike. Faleminderit. Studimet sjellin vlera natyrisht të patjetërsueshme, po jo gjithmonë janë relaksuese. Tani do kemi diçka relaksuese. Instrumentistja Marlindo Spiro do interpretoj suite pastorale për flaut nga Vaso Tole. Muzika popullore ka qenë gjithmonë një burim frymëzimi për kompozitorët, duke mbajtur gjallë traditat dhe emocionet e një populli. Sot do të dëgjoni dy vepra të bazuara në meloditë tradicionale, por nga kultura dhe kohë të ndryshme. Le Folies d'Espagne e Marie Mares zhvillon një nga meloditë më të njohura evropiane e cila ka udhëtuar në shekuj dhe kultura. Mare pasuron këtë temë e variacione dhe një stil elegant barok. Ndërsa dy skicat e Vaso Toles sjellin motive të muzikës shqiptare në një gjuhë moderne, duke ruajtur energjinë dhe shpirtin e tyre autentik. Të dyja veprat dëshmojnë se si muzika popullore mbetet një frymëzim i pashtershëm për krijimtaritë e reja.
Faleminderit Majlinda për interpretimin e ndjerë. Në emrin e familjes Spahiu do përshëndes djali i profesorit akademik Spahiut, Orges Spahiu. Faleminderit të gjithëve, nderuar zoti kryetar, të nderuar miq, babait, akademik, koleg, të afërm, dashamirës të artit dhe fjalës së bukur. Sot jemi mbledhur për të nderuar një njerëz të jashtëzakonshëm, një poet që i dha shpirt kohës dhe kohës së tij dhe skaliti atë me fuqinë e fjalës. Jemi këtu për të festuar 80 vjetorin e lindjes së njeriu ton më të afërt, të dashur, me një shpirt fisnik që i dha dhe i jep dritë jetës sonë. Për ju ai është një poet i madh, një zë i fuqishëm i letërsisë shqipe, ashtu siç cilësoi 5 vite më parë poeti Bardhyl Londo, duke e quajtur tomor i poezisë shqiptare. Një njeri që guxoi të sfidonte kohën me vargjet e tij, duke u bërë simbol i shpirtit lirë dhe modern të poezisë shqiptare. Për ne ai është dhe mbetet njeriu i thjesht, me një shpirt të madh, një mendje të ndritur dhe një zemër të pastër. Është njeriu i urtë, i dashur, që me mençurinë e tij dhe humorin e holl i jepte dhe jep ngrohtësi çdo tryeze, bukuri çdo bisede. Në shtëpinë tonë fjala dhe poezia nuk ishin thjesht art, ato ishin dhe janë vetjeta. Ai jeton me fjalën dhe për fjalën, duke kthyer atë në një pasqyrë të shpirtit të tij dhe të kohës ku jeton. Jeta e tij është një rrugtim i ndershëm në shërbim të artit dhe njerëzve, një dëshmi e përkushtimit ndaj kulturës sonë kombëtare. Sot me respekt dhe mirënjohje, themi se ai frymon zhurmshëm, ende me rapëllimën e një ujvare që nuk do të shteret. Do doja të recitoja vetëm disa vargje të një poezie të tij që titullohet Kaloje urën jeta ime. Kaloje atë urë. Kaloje atë urë të mallkuar shpresa ime. Siç dridhesh ti, trupi ti dridhet. Po qese gremiset, nga ti të gremiset. E ty të marr lumi, varka ime. Lumi të marr, të shpjer larg, udha ime të shpjer larg. E ti lësh pas, terret merr në ferr, koha ime. Masakrime në dhe në fe, ti lësh pas, siç lën plurin karvanet. Brigjet ja tek janë, drejteja vitin. Kaloje atë urë, vdekja ime e pa bërë, jeta ime. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu për ta nderuar babain ton. Jetë gjatë Xhevair, të paçëm baba. Faleminderit. Unë besoj se me këtë fjalë nga familja, është me dëshirë për të thënë edhe dy rreshta të tjerë. Dëshira e poetit, 2 rreshta nga poeti Agim Vinca, të cilat i dërgoi për ta përshëndetur në 80 vjetorin e tij. Ai thot, poezia e Xhevair Spahiut fton për t'i dalë para rrezikut, edhe kur apokalipsi na rri mbi krye si shpatë e Damokleut. Por shpresa nuk duhet të bjerret, edhe kur trishtimi troket në derë. Zezona zmbrapset para alkimisë së fjalës, ngjyrës dhe tingullit. Çfarë është poezia e Xhevair Spahiut? Vlerë e kombit dhe e njerëzimit. Jetë gjatë miku i shtrenjtë, Xhevo, krijues i pavdekshëm. Për sfundi do na vi një buqet me lule nga familja me sa duket. Nga Mbesa. Dëshira për të folur për Xhevair Spahiun nuk mbyllet kurrë. Unë mendoj që ka njerëz që dëshirojnë t'i thojnë dhe mundësia është në një kafe që kemi përgatitur